Interesant është edhe fati i Izraelit. Në një moment që Shtetet e Bashkuara të Amerikës s'kan një objektiv dhe unë nuk besoj se doja dalin të vënë dorë mbi naftën iraniane për vetë kompleksitetin e atij territori. Një ndryshim regjimi në një kohë që kemi të bëjmë me një regjim ideologjik ku 15 deri 19 milion iranian janë të lidhur me interesat e këtij regjimi, të paktën shifrat që tonë, dhe do luftojnë deri në fishekun e fundit për ta mbajtur këtë regjim. Dhe këta 19 milion janë më efektiv se sa 70 milion të tjerë që s'kan një opozitë, që s'kan një strukturë politike të kundërvihen, ndërsa këta e kanë, janë të ideologjizuar, të armatosur me para. Pra nuk besoj se edhe në qoftë se e thyejnë Iranin, nuk dojë në gjendje ta bënë në kontroll Iranin, sepse s'është Irak, që ka vetëm 18 milion banor, është 4-5 herë më i madh. Pra, në këtë situatë mbetet Izraeli, i cili në fakt ka shkaktuar shumë bezdi. Unë shikoj një rritje të antisemitizmit në rrjetet sociale, gjithkund, por edhe në atë humorin e botës perëndimore, e cila derivoni ishte një përkrahasje e patundur e Izraelit. Fati i Izraelit mbetet shumë i çuditshëm pas kësaj lufte, më duket sikur ka hedhur fatin e tij në rulet. Kam përshtypjen që kjo gjë që sapo përmendët është një dredhi shumë perfide që të ngatrosh atë që bën Izraeli me antisemitizmin. Domethënë, antisemitizmi është një gjë krejt tjetër dhe nuk ka të bëjë fare me këtë që bën Izraeli. Në qofse prestigji i Izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është problemi kryesor, se çfarë mendojmë neve këtu në Shqipëri nuk luan asnjë rol, pa ajo që mendojnë amerikanët, ajo luan rol. Dhe në qofse sot shumica e amerikanëve ndjejnë më shumë simpati për Palestinën se sa për Izraelin, dhe rinia amerikane është në pozita akoma dhe më pro-palestineze se sa pro-Izraelit, ku në qofse para 10-15 vjetësh të qenit jo pro-Izrael në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte katastrofike për karrierën politike të kujt do. Siç tregoi Zoran Mamdani në New York, ku ka një popullsi dukshëm të shtuar ebre në New York, dhe megjithatë ai arriti të fitonte gati 40% të votës së ebreve të New Yorkut, thjesht edhe vetëm sepse arriti të ishte në gjendje të thoshte që unë nuk jam antisemit, unë jam kundër kësaj që bën Izraeli sot në Gaza, apo mënyrës që ka krijuar një shtet apartheidi, ku gjysma e qytetarëve të Izraelit nuk kanë të njëjtat drejta me gjysmën e qytetarëve të tjerë. Pra, të ngatruarit e antisemitizmit me kundërshtimin ndaj politikave të Izraelit, kam përshtypjen që është një ide perfide e gjithë tyre që zotërojnë mjetet e komunikimit në social media, dhe këta që janë në pushtet sot në Izrael, në bashkëpunim me lobin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendosjen e kontrollit mbi mediat sociale e kanë pikërisht edhe për këtë qëllim, për të devijuar në mënyrë shumë të sofistikuar perfide opinionin publik. E vërteta është që kanë humbur jashtëzakonisht shumë. Pra, ajo që ka ndodhur në 2-3 vitet e fundit është që kanë humbur përkrahjen në, të themi, masën e amerikanëve, në votuesit e arshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse kjo ndihet shumë në të rinjt. Po kjo ka bërë që kanë shtuar shumë përpjekjet në establishmentin politik, pra kanë shtuar përpjekjet në media dhe në kongres, dhe në aktivizimin e atyre që kanë shumë para, miliarderëve amerikanë, që janë pjesë e lobit, për të paguar për kongresin edhe për dhomën e përfaqësuesve dhe për senatin si dhe për shtypin. Por në zgjedhjet e ardhshme, edhe në nëntorin që vjen, në zgjedhjet afatmesme, edhe në zgjedhjet e 2028-s, ekziston një opinion që përkrahja për Izraelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është më e garantuar të jetë ajo që ka qenë deri më sot, pra një përkrahje pa kushte, që e ka bërë Izraelin të mos jetë më një aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po jetë një liability, që thonë, një lloj peshe, një lloj barre, një lloj përgjegjësie që Shtetet Bashkuara të Amerikës mbajnë në kurriz, duke përkrahur pa rezerva atë politikë që vjen nga Izraeli, që jo gjithmonë është në përputhje me interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mund të kenë një përputhje të madhe, por ama jo gjithmonë. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një superfuqi botërore që kanë përgjegjësi
edhe për Shqipërinë, edhe për Izraelin, dhe për paqen këtu dhe për paqen atje. Ndërsa Izraeli është një fuqi rajonale, e cila ka interesa vetëm në një rajon të botës. Dhe kjo mospërputhje, në qoftë se deri sot ka qenë e mbyllur, le të themi, nga influenca jo proporcionale e lobit, sa vjen edhe bëhet më e vështirë për të mbuluar, sepse një pjesë e mirë opinionit amerikan nuk është më i këtij mendimi. Kjo duket në figura si Tucker Carlson, Megyn Kelly, Joe Rogan e tjerë që thuaç që nga vrasja apo vdekja e Charlie Kirkut kanë demonstruar një çarje të madhe në atë bazën politike të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe esenca e gjithë kontradiktës është ne jemi Amerika e para apo jemi Izraeli i pari. Gjithë kjo përbën një kontradikt madhe, të cilën zoti president do duhet që ta trajtoj dhe sa më shumë afron zgjedhjet e nëntorit, aq më shumë do t'i duhet që të merret me këtë problem. Dhe kam frikë që kjo luftë e konsumon Trumpin, sepse pa vendosur, siç thoshte Zhukovi, fatin e vendos çizme me ushtarit në tokë, vote on the ground, siç e kanë amerikanët tashmë. Pra në qoftë se nuk futet në luftime toksore, është shumë vështirë që të bjerë teokracia ose le të themi pushteti aktual në Iran. Jo, unë do thosha një këndvështrim goxha original, ndoshta mund të jetë krejt absurd, por unë pa ta besuar fort në fushatën elektorale të kandidatit për president, i cili evidentonte si një nga shkaqet kryesore të keqes që vuante bota, globalizmin. Dhe ishte në favor të interesave nacionale të gjithë shteteve dhe forcimit të elementit nacional, sovranist, gati një kthim në një lloj merkantilizmi ekonomik apo neomerkantilizmi, dhe në atë formë që ishte shtrirë ekonomia përpara një viti, 2 vjetësh, le të themi, ku polarizimi në të ardhura po kapte majat, ku 1% e shoqërisë amerikane, thjesht për ilustrim, zotëron 99% të pasurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo ne jemi dëshmitarë edhe në Shqipëri. Në këto 10-15 vjet e fundit ka një polarizim të tejskajshëm të shoqërisë. Domethënë, ne që s'kemi, s'po kemi, ata që kanë, po kanë gjithmonë më shumë. Domethënë, dhe kjo më bënte të kisha jashtëzakonisht shumë shpresë që ky njeri me grupin e vet që shoqëronte, dhe sidomos fjalimi i zëvendës presidentit në konferencën e Miniut vitin e kaluar, ku vinin duke disa të metat e Europës, pavarësisht se si u interpretuan në atë kohë që Amerika kundër Europës e tjera, po viheshin në duke disa tipare që do duhet të korrigjoheshin për të korrigjuar gabimet e globalizmit, gabimet e ekonomisë liberale demokratike, sepse nuk është e pamundur që ta lëshosh në rënje të lirë, ku prodhohet më lirë atje është më mirë. Që do të thotë që nëse një gjë u prodhoka në Kinë apo në Burundi apo ku diun më lirë, unë duhet të rri pa punë në Shqipëri. Pra duhet kishte ajo që pretendonte zoti Trump përpara në fushatën elektorale, që duhet kishte kufi nacional që të kujdeseshin për interesat ekonomike të vendit. Dhe ajo që shikoj sot, më duket sikur të gjithë globalistët, përfshi dhe Izraelin, përfshi dhe skifteret në Kongres, përfshi dhe armisht, kundërshtarët politikë të Trumpit, duket sikur e kanë tërhequr me shumë mjeshtri në këtë konflagracion në Iran, pra e kanë futur në një luftë, ku në fund të ditës unë mendoj që i humburi i vetëm nga gjithë sa po ndodh, natyrisht ata njerëz që po vriten, se janë vrarë kaq iranian këtu, ushtar amerikan po njoftohet këtu, kjo luftë do ketë shumë viktima, po parë një këndvështrim tjetër, nuk dua të mos shpreh keqardhjen për humbjen e jetëve të njerëzve për shkak të luftës, po më duket që politikisht dhe humbja më e madhe në shkallë globale është humbja e zotit Trump të pozitave të tija për të zbatuar, për të materializuar atë agjendë me të cilën dhe për të cilën ai erdhi në pushtet dhe për të cilën u mbështet nga 70-80 milionë amerikanë. Kam përshtypjen që sot ajo mbështetje që e solli në pushtet do jetë përgjysmuar për shkak sepse ky elektorat ndihet absolutisht i tradhtuar nga zoti Trump dhe ekipi i tij në mënyrën si po sillet, duke bërë pikërisht të kundërtën asaj që premtoi në fushat. Premtoi që nuk do bënte luftra për ndryshim regjimi, do bëj luftë për ndryshim regjimi. Premtoi që nuk do angazhonte ushtrinë amerikane, po angazhon ushtrinë amerikane. Pra, nuk ka se si ai popull
t'i besoj më një personi i cili e ka zhgënjur në mënyrë flagrante, se nuk është hera e parë, u angazhua me Houthi, u angazhua në Venezuelë, u angazhua të këtu, me Nigerin. Pra kemi një pattern, një form të përsëritur, që po për njësoj si gjithë presidentët e tjerë Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë vepruar në sa më tepër. Në këtë këndvështrim është një deziluzion i jashtëzakonshëm. Deri në luftë me Iranin s'kishte shkuar asnjëri. Është një deziluzion i jashtëzakonshëm, kam përshtypjen për ata votues amerikanë ndaj një personi të cilit i besuan se do të bënte një ndryshim radikal në mënyrën se si drejtoheshin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e gjithë bota. Kështu që nuk e di se si doja dali dot që të krijoj një spin, por një narrativ tjetër. Por kam përshtypjen që njerëz si ky nga mënyra se si flasin dhe se si sillen dhe se si janë shprehur, ku para disa kohësh thoshte që të vetmet kufizime që unë kam është morali im, pra për atë nuk ekziston as ligj, as moral social, por është vetëm morali tij. Pra, këta njerëz jetojnë në fantazinë e tyre dhe ai duket sikur dëshiron që të mbetet në histori si presidenti më i suksesshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo vetëm i deri tanishëm, po edhe një 4-5.000 vjet të tjera që do vinë më mbrapa, se po ta shikosh narrativin edhe retorikën thot paqe që s'është parë ndonjëherë në 4.000 vjet, marrëveshje që s'është parë ndonjëherë në 3.000 vjet, një deal që s'është parë ndonjëherë në 5.000 vjet. Po ta shikosh ka një por thonë që Fica ishte llatarisur, po kryeministri i Slovakisë. Kam përshtypjen që ke përballë një person që flet nga pozita të një zhgënjimi total, domethënë, sepse bëj pjesë në ata të cilët besuan sinqerisht që kishte ardhur koha për një ndryshim cilësor në mënyrën se si drejtohet bota, por sot është një zhgënjim total. Me sa duket forca e aparatave ka qenë më e madhe se sa ajo që mendoi. Pra, strategjit, planet e superfuqisë së madhe, se cilët thonë që punon për 20-30 vjet e ardhshëm, pas kanë qenë më të forta se sa idetë e zotit Trump. Mundet të jetë edhe ajo, mundet të jetë edhe një gjë tjetër që janë hapat taktik të cilët i duhen për të kapërcyer situata të caktuara dhe pastaj të dali përsëri në atë trasenë e tija për të cilën është nisur që të zbatojë një program. Nuk do të humbur shpresa që diku mundet të rikthehet në atë trase që i ka premtuar elektoratit amerikan. Ambasador, lufta me Iranin duket si një ndër luftrat e fundit që Amerika do bëj për interesat të tjerëve. Ndërkohë, Kina në krahun tjetër është objektiv i arshëm, vendi që do të konsumojë energji të mëdha. Do të thotë kjo një largim përfundimtar nga Europa dhe një mungesë vëmendje, ndërkohë Gjermania, Franca dhe Anglia duket sikur nuk janë në unison me Shtetet e Bashkuara, por nuk do vonoj mahamendja të shfaqen edhe kontradiktat me njëra tjetrën. Unë do doja që shumë kush ti kushtonte pak vëmendje vizitave në Kinë të Macron, Starmer, Merz, që do të thotë se cili për hesab vetë, më thënë, nuk ishte Ursula von der Leyen që shkoi dhe bëri muhabet e biseda me kinezët. Unë lexoj, mendoj që duhet lexuar shumë në mënyrën se si po sillet Europa në kuptimin e ndjekjes së interesave individuale të shteteve dhe jo interesave të Unionit. Dhe ajo që është jashtëzakonisht e dukshme është që të gjithë po mundohen të marrin maksimumin duke shfrytzuar Unionin për interesat e tyre. Pra nuk është se po shfrytëzojnë Unionin për interesat e Unionit, po shfrytëzojnë Unionin për interesat e tyre. Bullgarët po, grekët po, gjermanët po, francezët po, pra nuk kemi më një kontribut jo dhe aq në kuptimin financiar, sepse ato rregullat financiare janë të caktuara dhe gjithë kontribuojnë për atë buxhetin e përgjithshëm, po nga ana vizuale, shpirtërore dhe ai mesazhi që i jepet është më shumë që secili për vete se sa në favor të Unionit. Natyrisht ndikon edhe zoti Orban me ato politikat e tija, por në përgjithësi kemi të bëjmë një frymë në Europë e cila nuk është fare më siç ka qenë themi 15, 20, 30 vjet përpara, ku kishte një solidaritet evropian. Sot
të gjithë vendet anëtare mundohen që të marrin maksimumin nga anëtarësia në BE dhe të shkarkojnë maksimumin e pakënaqësive edhe të popullsisë tyre, edhe të tyre të personale, liderat evropian. Pra kur vjen puna nëse shkon gjë keq në Gjermani e ka fajin Unioni, nëse shkon gjë mirë ka meritën e kam unë. Dhe kjo është jashtëzakonisht prezente kudo. Kam përjetuar 10 vjet në Austri, në vetë parë, sa herë që në Austri shkonin punë të keq, fajin e kishte Unioni. Sa herë që kishte një sukses, ishte merit e atyre që udhëhiqin. Dhe kjo ndodhte edhe me Francën, edhe me Italinë. Do të them që Unioni është një gjendje jashtëzakonisht vështirë dhe këto artificat, nuk e di, jeni besojnë të informuar nga letra që zoti Rama dhe zoti Vučić kanë shkruar në një gazetë gjermane që na pranoni e trajtuam dhe herën e fundit si hipotezë. Është gjëja më absurde që mund të ekzistojë që një... Do të na pranoni 10 milion sklever aty që... Jo vetëm, po Bashkimi Evropian nuk është bashkim i nocioneve gjeografike. Nuk është nëse ti nuk ke një identitet kombëtar, ti je një nocion gjeografik, nuk je më shtet. Nuk ka absolutisht asnjë lloj sensi. Nëse ai që ja ka këshilluar zotërinjve këtë rrugdalje, do të jetë në Europian i currufjapsur që ditë marrja atë rrogën e vet, ku diun çfarë rrogat mëdha kanë ata në komisione njëri tjetrin, por nuk është fare rrugdalje. Ndërkohë që ne do duhet të presohemi, të shtrydhemi, të bëjmë ato detyra kolosale që kemi për të bërë, që të kemi një shtet ligjor, që të kemi një shtet ku sundon e dreta, që mos na shkelin njerëzit me motora rrugëve, po të keti polici që thotë aty mos ecë me shpejtësi, më minimale dhe të ndjejmë që kemi një shtet Europian ku mund të jetohet. Dhe kjo nuk do të thotë që duke mos pasur në shtet, bëhemi antar në Bashkimin Evropian. Përkundër, duhet jemi shtet jashtëzakonisht i fortë, duke forcuar kufit, duke forcuar identitetin kombëtar, duke forcuar gjithçka është e jona, që të mund të bëhemi antar në Bashkimin Evropian. Nuk e di, mbase jam i çik konfuz në këtë që po mundon të them, shumë koncis. Po jam goxha sepse edhe herën e fundit që folëm thatë pikërisht, nëse shkohet me identitet kombëtar dhe shkohet me detyra apo dhe me të drejta në atë. Ti nuk mund të jesh vetëm subjekt i vendimeve të këtij bashkimi, po duhet të jesh dhe pjesëmarrës në vendimmarrje dhe ishte plotësisht e drejtë. Nuk është vetëm frika që këta nuk na pranojnë se s'duan të zgjerohen, po hajde të hyjmë me brek në përkëmbë. Shikon, nëse liderat tanë e mendojnë Bashkimin Evropian njësoj si një qytetar i zakonshëm shqiptar që inshallah po futemi që të marrim në lek më shumë nga Bashkimi Evropian, është fundi botës. Nëse ne nuk mendojmë që po shkojmë Bashkimin Evropian apo po vjen Bashkimi Evropian më saktë në Shqipëri, që të jemi qytetar evropian, të jetojmë, të punojmë, të mendojmë si qytetar evropian. Me një shtet juridik me drejtat barabarta. Kjo është më kryesore. Ku nuk të shtyp djali oligarku dhe del për jashtë, ndërsa kjo është kryesore. Kjo është kryesore, që të ketë një shtet ligjor ku njerëzit ndjejnë që ka drejtësi. Kanë menduar fare kështu, kanë mendojnë që të hyjnë aty për zgjatur mandatet të Kjo është e gjitha. Ambasador, edhe një pyetje të fundit. Si e gjykoni pjesëmarrjen në bordin e paqes të zotit Rama? E shikoni si një rreshtim me Shtetet e Bashkuara të tjera? Për qenë fare sinqert, më duket që është një rreshtim për interesa të politikës brendshme se sa ka të bëjë me politikën e jashtme. Edhe nuk i... Domethënë, po të shikosh statutin e bordit paqes, jo më kot vendet kryesore europiane nuk janë rreshtuar atje, sepse statuti thotë që ka një kryetar të përjetshëm i cili do jetë kryetar edhe kur mos jetë president i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka kaq shumë marrina në atë statutin, në atë charterin e asaj, saqë në kushtet, unë do të thënë në kushtet e Kosovës është okej. Domethënë Kosova ka nevojë për syri xhihan, ka nevojë për pamje, ka nevojë për këtë president që është ka nevojë për vizibilitet edhe Shqipëria nuk është për ta elevuar kaq shumë se nuk është në nder i madh që ti jesh pjesë e një bordi që do qeverrisi të tjerët. Domethënë i gjithë bordi i paqes nuk bën asnjë lloj sensi. Është një autoritet tranzitor për cap njerëz, për një popull, i cili nuk përfaqësohet këtu. Domethënë, i gjithë bordi i paqes është një mënyrë domethënë politike, ideore, dhe si thua është një për të mbuluar me një copë letër
një ngjarje absolutisht nga më të shëmtuarat në historinë e njerëzimit, e cila po vazhdon akoma, dhe megjithëse kemi këtë bordin e paqes, krimet dhe vrasjet vazhdojnë. Kështu që do thosha për shtetet vegjël si Joni dhe Kosova mbase si dritare politike, diplomatike edhe mund të shërbejnë. Po nuk është për të investuar shumë, se nuk është në nderi madh thjesht në atë bord. Ambasador, faleminderit që ishit sot me mua. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit dhe juve që na ndoqët natën e mirë.